Tani, diskutimi që qëndron në këtë histori është që tashmë zonja Irena Gjoka i ka drejtuar dhe një letër Këshillit të Lartë gjyqësor ku thotë që nuk ka qenë në dieni të këtij dënimi në Greqi, nuk është njoftuar, është zhvilluar seanca pa dieninë e saj dhe ky vendim është arkivuar duke mos marrë, le të themi, vendim të formës së prerë. Dhe këtë ka deklaruar dhe zonja në, le të themi, formularin e dekriminalizimit. Tani, Zhlima, çfarë ka ndodhur? Kush ka të drejtë në këtë histori? Ka të drejtë, le të themi, pala që ka kallëzuar gjyqtarin Irena Gjoka, apo Irena Gjoka nuk ka qenë vërtet në dieni sepse ka qenë një dënim, është një dënim i paqen? Së pari kur shkojmë në KKV ose në pikat kalimit kufitar dhe konstaton policia që ndaj teje rezulton një dokument i cili përbën vepër penale apo është i falsifikuar, gjëja e parë kryesore që merr një punonjës policie bën sekuestrimin e mjetit, pra bën sekuestrimin e asaj që ne themi produktit të veprës penale. Në rastin e zonjës në fjalë është marrë pasaporta si mjet sekuestrimi për të provuar që ndaj këtij personit është një falsitet në pasaportë dhe nga kjo personi do ndiqet rregullat procedurale të ligjit grek. Do ndiqet penalisht. Që do ndiqet penalisht. Po. Për sa i përket pjesës së administrative, duhet keni parasysh ju që nuk ka lidhje fare. Gjëja e dëbimit është një gjë tjetër dhe rasti i vulës, pra i vizës që është në falsitet, dhe është në pasaport sekuestrohet për nevojat e hetimit. Pra, në rastin konkret, kur zonja në fjalë thotë që këtu kemi të bëjmë me mosnjohje të vendimit, nuk jemi dakord dhe s'biem dakord. Ma thjeshto mosnjohjen e vendimit. Duhet të jetë njohur me procedimin për shkak të marrjes së pasaportës. Një e para kjo. E dyta, mosnjohja e vendimit nuk e përjashton atë nga interesi i saj. Mosnjohja e vendimit mos pasur informacion zonja që ka qenë dënuar atje. Sepse ajo ka informacion për fillimin e procedimit. Sepse vetë nga proces verbali që administron dosja brenda gjyqësore ndaj saj, ekziston fakte që personi ka dieni për procesin që është nisur ndaj saj. Pra, ajo thot nuk jam njohur me vendimin, po jo me procedimin. Pra ka diferencë njëra me tjetrën. Që të bëjmë saktësi. Ti mund të kesh njohur procedimin që të ka nisur, je subjekti i deklarimit, për shkak se të je ndaluar, jo për shkak të dëbimit, por mosnjohja e vendimit ty nuk të përjashton nga përgjegjësia e deklarimit që ndaj teje është një procedim penal. Sepse formulari i dekriminalizimit ka dy sekrete. Sekreti është vendimi, dhe sekreti është procedimi. Janë dy gjëra të ndryshme. Për shembull, te procedimi mund të ketë nisur ndaj teje, por për shkak të rrethanave të ndryshme, formularët e deklarimet e zonjës Gjoka. Nuk e ka deklaruar. Të lutem regjia. Kam parë 500 herë. Dgjoj, nuk e ka deklaruar zonja në fjalë dhe zonja në fjalë do të bëjë një interpretim si bëjmë ne në aspektin e rivendosjes në afatës së drejtë së ankimit për sa i përket një vendimi. Zhlima, mos ma vërtetë sot kaq shumë. Ma thjesht pak. Thjesht rasti i sfajsimit të saj për sa i përket vendimit nuk është një qëndrim i saktë. Zonja thot, unë nuk kam qenë e dënuar në Greqi. Jo, nuk kam njohur që ky vendim ka dalë kundër meje. Ma lidh me formularin e dekriminalizimit. E proceduar zonjë, se në momentin kur ke vajtur aty, si e ndikon kjo tani? Sepse kjo nuk e ndikon tek formulari i dekriminalizimit apo jo? Fakti që ka pas procedim penal. Në formular deklarohet procedimi dhe duhet të deklarohet procedimi. Pse të thot ai? Sa i të thot ty, deklaro thot edhe sikur mos të kesh njohur zyrtarisht. Pra, ti e din që pas ke një konflikt gjyqësor me një shtet të huaj, ti duhet të bësh deklarimin të paktën. Sepse po të rishikoni rastin e deklarimit, thuhet qartëzi, emrat të cilët ti ke përdorur jashtë shtetit, edhe sikur mos të jenë emra zyrtar, ti si subjekt je i detyruar të bësh deklarimin. Pra, te ky formular duhet kuptojmë dy gjëra që janë po në të njëjtin formular. Procedimi penal ndaj teje dhe vendimi. Kur nuk je njohur me vendimin, të paktën je njohur me procedimin. Edhe sikur të kesh probleme me rastin e debimit,
Po, nuk je subjekt ta deklarosh në momentin e debimit, por ti mund të deklarosh për interes të publikut që ti po ke ose ka pasur mas ndaj teje një masë e cila të ka debuar, që në rastin konkret nuk e ka bërë as këtë. A është marrë një nga pyetjet që është drejtuar zonjës Gjoka, që është pjesë e formularit të dekriminalizimit, a është marrë ndonjëherë për ju masa e dëbimit nga një shteti huaj, me përjashtim të rastit kur jeni dëbuar ekskluzivisht për shkeljen e rregullave të emigracionit që kanë të bëjnë me rregullat e qëndrimit apo hyrjes daljes në një territor të një shteti huaj? Zonja ka thënë jo. Tjetra, Po. A jeni dënuar me burgim me vendim gjyqësor jo përfundimtar nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj për një çështje penale të pasgjidhur me vendim gjyqësor të formës së prerë? Po, Jo. pra do thotë procedim. Po jo, a je Pse? dënuar? Sa ai të thotë jo, me vendim jo përfundimtar, për shembull të ka dënuar Por shkalla e të parë. formës së prerë. Jo, një sekondë. Forma prerë është tjetër. Është tjetër. Për një çështje penale të pasgjidhur me vendim gjyqësor. Të pasgjidhur me vendim. Pra, prerë është tjetër. pra ti ka një tjetër. procedim ndaj teje? Se në shumë vende të ndryshme procedimi ka diferencë me vendimin gjyqësor. Pra, ata të cilët du ta hetojnë teknologjia do të marrin edhe pak një informacion të gjuhës juridike greke. Sepse ti mund të jesh njohur me procedimin, po vendimi gjyqësor nuk mund të marrësh pjesë për arsye X sepse nuk do të marrësh. Po me procedimin ti je njohur, me procedimin ti të kanë sekuestruar pasaportën, me procedimin ti ke firmosur proces verbal aty. Pse? Okej, Zuma, Ty faleminderit. të kanë marrë grishtat dhe më jep pak atë të shikoj diçka të rasti i formularit. Po, kam vetëm këto dy shkurtimir që ka thënë jo tek të dyja. Po, pra, vendim Karanja, formës prerë. atëre tani çfarë ndodh? Tash duhet kemi parasysh diçka. Që është? Personi fjalë është një gjyqtar në gjykatën e GKK-s, i cili jep drejtësi. Edhe për qenë gjyqtar, Teorikisht po. nga pikpamja një qytetari, po marrim një qytetar. Thot, gjykata e Strasburgut është praktik e konsoliduar të Sevdari kundër Shqipërisë, Cani kundër Shqipërisë dhe shumë rastet e tjera, që gjykata duhet të jetë e krijuar me ligj. Ç'kuptojmë gjykatë të krijuar me ligj? Pra ligji është diçka objektive, jo subjektive. Pra kemi të bëjmë me një objekt. Pra 1, 2, 3, 4 duhet provohen objektivisht. Nuk themi subjektivisht. Dhe neni 28 i ligjit për numër 96 të vitit 2016 për funksionimin e sistemit gjyqësor, neni 28 i cili mund na e vini në dispozicion nëse është mundësi, parashikon nuk mund të jesh i dënuar me vendim të formës prerë. Pra, për qenë magjistrat në shkollën e magjistraturës, e kemi pikën, nuk është i dënuar me vendim të formës prerë. Nuk është larguar nga për shkak të disiplinës, nuk është antar i partive politike. Nuk ka qenë antar bashkëpunëtor i sigurimit, nuk është, pra, edhe spionat sot që janë sistemin e drejtësisë, që janë sistemin e drejtësisë, duhet të largohen spionat, që janë bashkëpunëtor të shërbimit sekret sot. Edhe të kohës e Enver Hoxhës, pra edhe të kohës së diktaturës, ato s'duhet të jenë sot. Edhe këta aktual. Sepse lidhet me nenin 66 këtij ligji, pra nuk mund të jenë të dënuar me vendim të formës prerë. Domethënë, nuk është vetëm ti je i dënuar me vendim të formës prerë, por ke edhe kritere tjera. Por shih sa kritere për qenë student i shkollës së magjistraturës. Pra shih sa kritere ke. Pra tani, ç'lidhje ka thonë njerëzit? Por ky është për shkollën e magjistraturës, lidhet ka spagu. Jo, ka lidhje. Sepse ky është neni bazë që prodhon prokuror dhe gjyqtar. Që prodhon prokuror dhe gjyqtar dhe për ish prokuror dhe gjyqtar, që do them dhe për prokurorët para hyrjes fuqi këtij ligji, kanë qenë ligjet e tjera se shkolla e magjistraturës është bën në 97-ën, nuk ka lidhje kjo. Por duhet plotësojnë kriteret. Nëse je bashkëpunëtor, ty të ka vënë kriter ndalues. Po të kemi parasysh në nenin 66 i ligjit për sistemin gjyqësor. Do ta kemi edhe 66 të regjia. Neni 66? Ja. Dhe të kemi parasysh këtu të kemi bëjmë me kritere formale. Pra unë si qytetar do që ky person të jetë i dënuar. Tani, 66-a. Jo të kemi parasysh. Pasgjithshmëria dhe pajtueshmëria. Ja kemi këtu. Atëherë statusi i magjistratit, pra i prokurorit dhe gjyqtarit, mbaron në ditën kur autoriteti kompetent përcakton me vendim shkaqjet e pasgjithshmërisë si vijon. Pasgjithshmëria është shkputja e kontratës e qenurit prokurorit dhe gjyqtarit. Por magjistrati nuk plotëson kriteret e përcaktuar sipas nenin 28 që i lexuam. Kur vendimi i emërimit është i pavlefshëm dhe nuk sill asnjë pasojë juridike, si dhe konsiderohet se nuk ekziston. 2. Statusi i magjistratit mbaron kur Këshilli
vendos që ai nuk përmbush kushtet e pajtueshmërisë në përputhje me parashikimet e nenit 6 të këtij ligji. Organi përgjegjës dhe kryetari dhe magjistrati njoftojnë menjëherë në mënyrë të pavarur Këshillin për shkaqjet e pasgjithshmërisë ose papajtueshmërisë që sjellin mbarimin e statusit të magjistratit. Në këto raste, magjistrati ndalon se ushtruari funksionin si magjistrat. Janë rastet e mbarimit. Pra, kjo mund vetë ndjeni edhe kryesisht, pra zhvon në ndjeni do verifikohet. Tani dalim tek rasti konkret. Siç tha dhe zoti Zhdima, po i bëjmë një analizë. Është marrë pasaporta në kufi me proces verbal. Kemi një prokuror të lëshuara nga vetë për çështjen, pra ka djeni për çështjen. Vendimi ka një letër Irena Gjoka, lutem regjia bëj gati ndërkohë që Karanxha shpjegon. Tani, unë si qytetar është çështje formale. Pra, është çështje edhe mund të kenë rënë qafë. Pra, e zëm të ka rënë qafë, nuk e djeni, por e ke një vendim në fuqi, sepse ti, nëse kishe, domethënë, nëse ligjvënësi duhet ta kishe parashikuar në mënyrë të qartë, që mund të parashikonte në mënyrë të qartë, po e marr. Që vendimet gjyqësore të famës për cilat ke djeni. Pra ne këto vetë ligjet pse po diskutojmë, sepse interpretimi i dispozitës ligjore, kemi interpretim penal dhe civil. Interpretimi gramatikor është si mas gramatikës anë. Pra ti lexon çfarë ke aty. Është vendimi i formës për. Unë si qytetar nuk e di se di. Tani kjo përbën një nga shkaqet e mbarimit mandatit. E thënë thjesht ta bëjmë pyetjen Karanxha për të që thua. Me apo pa djenim e zonjës për atë çfarë ka ndodhur në vitin 2005, ka një hetim apo procedim penal apo një dënim jo të formës prerë, zonjës do duhet t'i shkëputet kontrata apo jo? Tani, si gjyqtare. Duke qenë se nga pikpamja formale, kjo është formalisht. Pra ke një vendim dënimi. Po. Ke një vendim sepse ke pasur kontrate, ke shkuar në kufi dhe ti e ke djenim, provohet djenia. Megjithatë duhet tash që mori djeni, duhet ndjek rrugën ligjore, gjithsesi të mbaroj ky shkak, sepse ne themi për Belinda Ballukun. U morë pa nderë, gjithsesi të mbarosh punë, rri deputete. Pra tash ti për Ballukun thu që t'ja dorëheqën se u morë pa nderë. Kurse tash këtu a ka dalë fakt penal. To verifikohen në organet dhe ndoshta i kanë radhë në qafë, pasaporta është e rregullt. Ose kanë kaluar fate, por duhet një vendim të cilit ta zgjidhë çështjen, se nëse është e dënuar, domethënë ka përdorur një dokument sepse diskutohet që kemi, domethënë, që është i falsifikuar, atëherë kjo është vepër penale. Pavarësisht sepse ligjvënësi këtu është e keqe se diskutojmë te parashkrimi, domethënë te parashkrimi i veprës penale. Po pra te parashkrimi i ndjekjes penale, rehabilitimi dhe shumë gjëra. Në Shqipëri ka ndodhur fenomen. Është fenomen për mosh i turshëm. Sepse ka në burgjet greke dënosh me burgim përjetshëm dhe del për 10 vjet. Kurse këtu ke bërë një shkelje para 20-30 vjetësh, neve themi e ke. Por çfarë ka? E ke bë vetë ligjin ti. Dhe kemi këtë kriter, ne po diskutojmë këtë kriter. Pra kriterin ja ku e ke. Pra ti po bie brenda me kriterin që ke bë vetë. Siç po diskutojmë dhe ligjet e tjera, dhe ky është ligji, është i saktë. Pra të zgjidhet çështja, derisa të zgjidhet çështja me vendim formën për edhe. Të lutem regjia, më kalo dhe një herë atje? Nëse mundesh, tek letra që ishte përpara atëre. Përkthim zyrtar, thotë Republika e Shqipërisë, gjykata e shkallës Parjanin, zyra e Tuesit, tani drejtuar prokurorisë përgjithshme, drejtoria e koordinimit institucional Shqipëri, në përgjigje të kërkesës suaj. Pas kërkimit në arkivën e gjykatës shkallës Parjanin, ju informojnë se me vendim numër AQ, me të pandehur Irena Maneku, e lindur në filan datë Shqipëri me numër pasaporte, pa njohura dhëna të tjera të cilat nuk rezultojnë nga fashikulli gjyqësor, është origjinal. Vendimi i mësimit gjykatës shkallës parë me 3 antar Janin nuk u ekzekutua sipas aktit prokurorit dhe vendimi u depozitua në arkiv në përputhje me nenin 32. Për këtë arsye, vendimi në fjalë nuk ishte regjistruar në dëshminë e penalitetit të pandehurës. Po nuk do të regjistrohet dëshmia e penalitetit për shkak se ka të dhëna të tjera si qytetarët e vendit. Se kam dëgjuar dhe diçka tjetër. Domethënë, edhe përkthimi nuk është i saktë. Duhet kemi parasysh një diçka. Ligjvënësi, sepse është diskutuar, jo është në Greqi, jo grekët me shqiptarët, dhe shënë ti nëse kishe këtë problem, pse se vunë në ligj? Preashtoj grekun nga ashtu. Apo ja? A është greku i Schengenit? Sepse neve morali është gjë tjetër dhe ligji është gjë tjetër. Ti bëj ligjet siç është për të bërë. Qofse ashtu, qofse ti ke pretendime, ke informacione, shumë bukur. Dhe në këtë rast nuk kemi për shkaqe ekonomike. Pra, nuk bëhet fjalë për refugjatët që kanë shkuar aty që mund të mos ta deklarojnë. Të kohë zonja ka qenë gjyqtare dhe ka bërë një vepër gjatë kohës së detyrës dhe moralisht
Moralisht duhet të japë Dhe nuk ka rëndësi ana subjektive që më bëhet debate. E di se di. Ka prova dhe dhëna që tregojnë. Pra, marrë pasaportën, prokura duhet verifikohet se ty të shmorë pasaporta, datë marrjes pasaporte, se ti s'ke pa pasaport. Do kesh marrë pasaport tjetër. Duhen parë dhe janë gjërat kronologjike. Pra të shmarr pasaporta, ke marrë tjetër. Okej. Faleminderit Karanja. Vendime të cilat janë dhënë deri tani nga gjyqtarja Irena Gjoka. Nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor do vendosi për të marrë një masë le të themi ndaj zonjës Gjoka për çështjen në fjalë, nëse do të rezultojë, do të analizojë të tillë, ndikohen apo jo? Sa e lehtëson kjo pozitën e Berishës dhe Metës dhe të tjerëve që ka pasur çështje? Sipas praktikës tonë gjyqësore nuk është se cenohen, duhet një gjykate huaj të dalë dhe të godas vendimarrjet e kësaj gjykatëse. Nëse çështjen Berisha e çon çështjen në Strasburg për qëndrimin e masën në arrestit një vit në shtëpi. Çfarë ndodh tani? Po, atë të jemi realiste, ka goditur gjykata kushtetuese në të dyja rastet, edhe në arrestin e detyrimi paraqitjes së largimit për të dalë jashtë vendit, edhe rasti tjetër për sa i përket arrest në shtëpi. Pra, i ka epitejt zgjatur, e cila e vendosi kjo zonjë e ndikuar nga Altin Dumani, Alben Kraja dhe të tjerë shokët e saj. Po mos harroni një fakt tjetër që unë e pash nga përkthimi i këtij dokumenti që ju sapo lançohet në publik. Nuk është në paralel edhe me një origjinal të përmbajtjes në gjuhën greke, sepse ajo që mua më bën çudi është kjo, që në përmbajtjen e kthimit të përgjigjes thotë që po gjykata e shkallës parë ka dosje, patjetër administron të dhënat e zonjës me numër pasaporte dhe thotë që nuk rezulton nga fashikulli gjyqësor, është origjinal. Aty kemi një gabim ose të përkthimi me qëllim ose pa dashje, sepse asnjëherë autoritetet greke nuk thojnë, edhe sikur mos ta kenë dokumentin, që nuk ndodhet origjinali. Edhe nuk mund të thënë që e kemi humbur. Pra, o është bërë gabim në aspektin e përkthimit. Po jo, thotë të dhëna tjera që nuk rezulton nga është origjinal, thotë. Çfarë origjinal për shembull? Se nuk ka kuptim. Pra, është origjinal. Çfarë është origjinal? Vendimi është origjinal. Edhe një herë, vendimi do jetë origjinal, zotëri, sa ai e ka arkivën. Për të dhëna të tjera thotë është origjinal. Pra, e kupton çfarë do thotë që kur erdhi vendimi, këtu është në gjuhën shqipe. Këtu është në gjuhën shqipe. Po i përkthyer. Kur erdhi vendimi dhe me vula apostile, pak e vuri në dyshim në kuptimin që është apo jo autentik. Edhe një herë, nuk ishte ai problemi. Edhe një. Ky pra ishte problemi që pretendoi SPAK. Edhe një herë po them, shiko se këtu po bëhet edhe një manipulim tjetër. Përkthimi i gjuhës. Më vendos origjinalën që të bëjë përkthimin e kësaj që ka cituar ky përkthyes. Atë nuk e kam tani unë se po prit tani. Sekreti është këtu. Më vendos paralel edhe origjinalen edhe të përkthyerën dhe unë të them edhe me opinionin publik që jetojnë edhe jashtë shtetit, a është saktë përgjigje apo jo. Sipas përmbajtjes së tekstit të parë të paragrafit të parë, ka pasaktësi. Më jep edhe origjinalin që unë të vendos edhe të bëj edhe një dallim të përmbajtjes së kësaj të deklarate që është bërë nga institucioni Janinës. Okej, pyetja tjetër, pyetjen e kam të njëjtë dhe marr mendim dhe Karanja. Karanja, vendimet të cilat janë dhënë për Berishën apo për Metën apo nuk e di ç'vendime vendime ka dhënë Irena Gjoka se do duhet parë, në një moment caktuar që kjo zonja mund goditet nga KLG-ja, a bien cënohen apo jo këto vendime? Në rast se shkoi edhe në Strasburg që tha do duhet një gjykatë evropiane. Tani ka precedente, s'ka precedente? Po, ka precedent, duhet jemi korrekt. Përpara se ta kërkosh të një gjykate huaj, ti të drejtën do ta kërkosh në një gjykatë shqiptare. Berisha ka kërkuar. E ka kërkuar. Atëre sa pranojnë. Edhe po sta gjykata shqiptare nuk pranojnë të godasë veten e tyre. Po diskutojmë. Ti do ta kërkosh. Po ti do respektosh procedurën e brendshme. S'mund thosh se ti mund mos jesh dakord me procesin, po e bë. Po të kesh bërë kërkesë dhe të tërzuar kërkesa për këtë fakt, ti ke drejt i drejtohesh gjykatës dhe gjykata e Strasburgut do shikoj kushtet dhe kriteret për të qenë gjyqtar. Dhe e konfirmuar të shënë dhe me vendimet formës prerë. Kemi një rast të Irlandës, kemi Volkovi kundër Ukrainës, kemi Cani kundër Shqipërisë, që ishte Luan Daci, që e kërkoi përjashtimin e Luan Dacit, kemi Sevdari kundër Shqipërisë, pa disa vendime Sevdari prokuroria, u rikthyen detyrë zonja. Të cilat duhet të kërkohen me të drejtën e brendshme. Pra ti duhet ta kërkosh, s'mund të shkosh atje ti ta kërkosh që ishte ky i dënuar. Ti duhet ta kërkosh kur e ke personin para, zotëri, ti nuk plotson kriteret, duhet të largohesh. Dhe masi e ke kërkuar, ke zaruar të drejtën e brendshme dhe e drejta e brendshme nuk e ke gjetur të drejtën, ti drejtohesh gjykatës Strasburgut. Kemi thënë gjykatë krijuar me ligj. Dhe ligjin ja ku e ke. Është neni 68 dhe neni 66 dhe 28 i ligjit për magistraturën. Nesër pas nesër po dolën këto në çdo vend,
ne ke drejt, nuk më intereson mua ana subjektive, e disha se disha. Unë si qytetar mora një orë, nuk i plotësoj kriteret, duhet largohesh. Sepse më cënon mu procesin e rregull ligjor. Sepse është gjykatë e krijuar me ligj. Ja ku e ke ligjin. Neni 28, neni 66. Interpretimet e tjera shife vet. Ky neni është baza. Dhe e dyta, edhe diçka andi. Po. Konstatoj dështim të organeve të vetingut. Po, kanë mbaruar. Dështim total. Dështim me qëllim. Total. Dështim me qëllim. Dhe më rezulton një antar e vetingut, antare gjyqtare që ka shqyrtuar Çështjen e zonjës Gjoka është Valbona Sanxhaktari. E cila dhe në rastet e tjera, domethënë duhet verifiku lidhja, çfarë lidhje si qysh tek. Pra është një nga antarët e trupit duhet verifikohet si ka mundësi Valbona Sanxhaktari nuk e ka hetuar, e ka pasur ndosë këtë apo jo. Ka qenë antare e treshës të cilët e ka shqyrtuar. E dyta, kemi raste tjera. Për shembull tek punët që kemi diskutuar, na ka dalë rasti Ina Ramës, është gjyqtare KPA-s. Nuk duhet të jetë bashkëpunëtor, informator ose agent i shërbimeve. Pse kanë dalë dhënat nga hakerat iranian? Pse nuk bëhet publike, shumë e rëndësishme. Nëse shërbimi sekret nuk ishte i Zotit, të mbante me hakerat, domethënë që i morën dhënat, çfarë kemi ne? Duhet të dali populli shqiptar do ta marrë, sepse një gjyqtar i zgjedhur në kundërshtim me ligjin mund të jetë objekt shantazhi. Po. Ç'kuptojmë objekt shantazhi? Un kam dosjen tate personale. Do të them, ose për shembull teorikisht, kam dosjen tënde, do të nxjerr dënimin, bëhet çështje këtu. Fut në burg atë, nxjerr këtë, bjerë atit. Aq më tepër, Po ka ndodhur me zonjën Irena Gjoka, ka dënuar dhe ka goditur në kuptimin gjyqësor zotin Meta, ka në seancë paraprake, atë tjetrin. Ky është qëllimi i ligjit. Pra duhet të jenë njerëz të krijuar me ligj dhe të mos jenë të kapur. Arben Ahmetaj, Fatmir Mediun, çfarë duhet të jenë njerëz të kapur. E para, e dyta, edhe të shërbimet sekrete. Një informator ka dosjet personale, informon shefin, u bë kështu. I e porë shefi, ky dënohet, ti e dënon. Edhe në veting, nuk mund të jesh bashkëpunëtor, e shkelje shumë e rëndë e ligjit. Sepse nesër ti me urdhra nga shërbimi për me shkarku një person tjetër, nga ana tjetër. DSIK-ja, vetingu dhe organet e vetingut marrin të dhëna nga shiku. Kur ti je vetë shiku që i bë vetë, pra ti vetë i bë, ja çon shokëve dhe i shkarkon njerëzit. Pra këto janë skandalet mëdha që ndodhin në sistemin e drejtësisë. Dhe ky është kaku se duhet ngrem zonën, ande, të mos themi jo mungon ana subjektive, por ne të shohim ligjin, sepse shkelja e ligjit cënon liritë e drejtave të qytetarëve. Nuk është thjesht çështje e Berishës së kushdo. Gjyqtarët duhet të jenë të paanshëm. Gjyqtarët s'duhet të mbusin burgjet e Shqipërisë. Ka shku numri të paraburgosurve më i lartë se numri i të burgosurve. Këto janë çantë që ndodhin aty. Tani ka diçka tjetër. Në vazhdën e kësaj çështje se Irena Gjokës, që besoj do të jetë një çështje që do ta trajtoj dhe duhet ta trajtoj me një seriozitet të lartë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, që është organi i cili mund të marrë në shqyrtim anën disiplinore e të gjitha merat të gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë dhe për të parë se në ç'kushte ndodhet gjyqtarja Irena Gjoka dhe sa e ka cënuar apo mund ta cënojë apo nuk e cënon sistemin e drejtësisë së Shqipërisë me vendimet që ka dhënë apo do të jap në të ardhmen. Erion Veliaj, nga paraburgimi i qytetit të Durrësit, kërkon përjashtimin e prokurorit Ols Dado nga çështja e tij me argumentimin se nuk ka kryer shkollën e magjistraturës. Tani, Zhlima, nëse e nisim bashkë këtë histori, me qenë se mbyllim me Karanxhën, çështjen e Irena Gjokës, tani çfarë ndodh? Ka të vërtet kjo histori brenda apo jo? Shiko, të ka probleme Ols Dado se duke sikur po na dalin, domethënë ka një gjë sikur çalon ke sistemi i ri i drejtësisë. Shiko, në aspektin e pengmarrjes duhet kemi parasysh që personat të cilët janë në sistem, atë që foli parafolës me shumë të drejtë me rastin e Ina Rama dhe shumë të tjerë në fjalë, janë aty për të shërbyer disa interesave të ndryshme, të cilët momentalisht nuk dalin në sipërfaqe për shkak të sekretit, të kuptimit që sekreti mbahet midis tyre, që dikush nga ata të operojë në kundërshtim me ligjin, po thjesht për në favor të atit që e ka udhëzuar që të jetë në interesin e tij. Duhet keni parasysh diçka kur në mënyra se si u formua vetingu, u vendos nga familjar. Rasti Qirko, mos gaboj, motra e Ballukut, që unë mësova tani në kohët e fundit, se nuk e di të them realisht, më tregoi mua që vetingu ishte i përlyer politikisht.
Dhe rasti Luan Daci mu tregua si një fakt i cili ky person vjen nga e shkuara. Pra Arben Kraja është një person i cili është në SPAK dhe thotë që është i vettinguar, por është një person që vjen nga koha e komunizmit, në rast se do të lexoash dhe profilin e tij profesional të aspektit të tij në parti. Pra rreth partia dhe të gjithë janë në burg. Edhe ky është një fakt shumë i rëndë. Pra, rasti i zotit Olsi Dado, i cili akuzohet nga zoti Veliaj, kjo parashikon diçka. Çfarë? Për ata të cilët thanë që reforma ishte europiane amerikane dhe akoma e besojnë. Pra, Veliaj ka njohuri që shumë pjesëtar dhe Rolando Ilia mos gaboj, që ishte pjesë Roland Ilia. Ilia është, Roland Ilia, që ishte pjesë e G99-s mos gaboj dhe ka kandiduar, është futur në sistemin e drejtësisë duke pastruar të këqit të sistemit dhe u fut për të pastruar. Pra të gjithë këta çuditërisht janë forcë ose fuqi e atashuar pranë rrethit Veliaj Rama me radhë. Pra, në rast se ju mendoni se drejtësia është e pavarur, rastin konkret, zoti Veliaj del aty dhe bën kërkesë pa di me konstatimin e pavarësisë absolute të dekretit për shkak të një shkelje të ligjit. Tani, duhet kemi parasysh diçka. Konstatimi i pavlefshmërisë absolute në një proces administrativ nënkupton që dispozita urdhëruese duhet të binë në kundërshtim me ligjin. Prit një sekond, sa të gjë ka kërkuar. Po mos ma thoj kaq të vështirë. Që do të thotë, pasi zoti Veliaj u cenua nga drejtësia e partisë së tij. Po. Përfshi motrat e dhërezit të cilët kanë vendosur që i folën përpara. Po. Nën kupton që dalin tani të gjitha në shesh. Urdhro. Çfarë kërkon Veliaj? Urdhro. Atëre. Kërkesë pa di. Do të jetë atëre, konstatimi e pavlefshmërisë absolute të dekretit për emërimin e Ols Dados në detyrën e prokurorit, thotë. Detyrimin e Këshillit të Prokurorisë të marrë vendim lidhur me përfundimin e statusit, pra të shkpuës kontratën të heq Ols Dados nga sistemi dhe ngarkimin e të paditurve solidarisht me shpenzim. Okej, kërkesa tjetër do të shkote baza ligjore. Shkote baza ligjore, poshtë baza ligjore shumë e rëndësishme. Po nuk mos më merr me bazën ligjore, se shumë e vështirë. Aty është gjithë sekreti. Regjia më ka lodhur tek televizori mbrapa, nëse mund, okej. Atëre kërkimin në mbështetje konstatimin, okej. Në rregull, këtu jemi, okej, një gjë është, atëre. Ky është kërkimi në fund fare. Okej, kërkimi. Pra, dhe shkojmë tek neni 17 ku thuhet qartë që çfarë duhet të plotësoj në kushte të përgjithshme dhe nuk ka problem, mos shkoni atë se do ja them pak më vonë. Do shkojmë tani tek neni edhe 18 sepse ky është më i rëndësishëm. Okej, atëre, po. Kushtet veçanta, mund të emërohet prokuror edhe personi që nuk ka përfunduar shkollën e magjistraturës, se përmbush kriteret e tjera të përcaktuara në nenin 17. Dhe njërin prej kushteve të mposhtme. Ka punuar gjyqtar se prokuror, ka punuar jo pak se 3 vjet pedagog në shkollën e magjistraturës, drejtues ose specialist, këshilltar ligjor, po. Presje, pra do thot ka punuar jo më pak se 3 vjet, presje pedagog në shkollën e magjistraturës, po në fakultetin juridik, në fakultetin juridik, po këshilltar ligjor, drejtues ose specialist në strukturat juridike profesionale në kuvend. Presje pranë presidentit, presje në këshillin e ministrave, presje në gjykatën e lartë, në gjykatën e lartë, po zyrës avokatit ose deputet me arsim të lartë juridik, si dhe oficer në policë gjyqësore. Ku ka punuar tani Dado? Noter. Ku ka punuar Dado? Noter. Noter, vetëm noter. Ku e ke noterin aty? Ku e ke? Në Ministrinë e Drejtësisë është noteri, nuk është punojës i Ministrisë së Drejtësisë. I kujt është? Po nuk është noteri punojës i Ministrisë së Drejtësisë. Po çfarë profesion është noteri? Noteri është në punës, noteri është në punës publik, po i cili është në varësinë e Ministrisë së Drejtësisë, po jo punojës i Ministrisë. Po më thoni që Erion Veliaj ka të drejtë në këtë kërkesë? Në rastin konkret po, se nuk është në Ministrinë e Drejtësisë. Okej. Ministria e Drejtësisë nuk kupton personat të cilët janë në varësi të drejtë për drejtë në Ministrinë e Drejtësisë. Okej, faleminderit Zhlima. Karanxha, çfarë ndodh tash? Ç'është kjo kërkesë e Veliajt? Ç'pozicion ka Ols Dado në prokurorinë e posaçme SPAK? Si ka kaluar? I përcakton kushtet apo jo? Tani, kjo është e qartë, domethënë, foli dhe Zhlima, por tani tek kriteret janë pak a shumë për ato që folën për zonën e gjohë, janë të njëjta dispozita ligjore. Duhet plotësuar kriteret e nerit 28. Duhet plotësuar, domethënë, kemi kriteret e nerit 28, kemi edhe kriteret e nerit 66.
Duhet kemi parasysh neni 66, pra për të bërë dhe ligjin e kohës, kushtet për zgjedhshmërinë janë të domosdoshme. Për shembull, kushtet për zgjedhshmërinë. Pra ligji i kohës gjithmonë zbatohet ligji i kohës. Zgjedhshmëria duhet let's tempo, si thonë latinisht, pra ligji i kohës. Është respektuar ligji i kohës sepse ligjet ndryshojnë mbrapa. S'mund të themi ne që pra mund ndodhë që ligji ndryshon, por nëse është respektuar ligji i kohës për Olzdato? Jo, nuk është respektuar sepse dhe vetë ky Veliaj në kërkesë padin poshtë thot ligji i kohës. Pra jo me ndryshimet dhe përditësime kur erën 2012-2013 me radhë, edhe thot ligji në fund fare, ligji i kohës, aty te bazalisht. Pra do të thot që nga neni 17 dhe 18 që thot të 18-a një ndër kriteret, pra duke qenë gjyqtar, për ish prokuror kështu me radhë, nuk kupton që personi ndaj i cili ka punuar, në kuptim ka punuar, do të thot apostafat në atë zyrë, pra ka punuar, sepse vetë ligjvëndësi ka të normuar qartazi, i person i cili punon, pra person i cili derdhen kontributët shoqërore nga Ministria e Drejtësisë. Pra do të thot që ndaj këtij prokurorit nuk ka ndodhur kjo gjë. Po kjo çfarë do të thotë është? Kjo është gjoba që këta ishin nisur duke fut njëri tjetrin në burg, përfunduan vetë në burg dhe tani ky ja mban në pengmarrje letrën A4 kundër këtij prokurorit Orsian Dado. Imagjinoni sa letra A4 kanë ndaj njëri tjetrit këta aty brenda. Prokurorët e SPAK ndaj gjyqtarëve dhe ndaj gjyqtarët kundër prokurorëve dhe të zakonshëm dhe ata të posaçme. Okej, çfarë ndodh Karanja? Prandaj thash ajo çfarë ndodh me çështjen para se ta thotë Karanja, gjyqtarë që janë në treshe dhe pastaj përfundojnë në dyshe. E aty do përfundojmë në fund fare. Mbaj mend këtë që po të them tani këtu. Unë konstatoj që dhe në vetting, duhet kemi parasysh, është ndjedhë e njëjta gjë. Janë vënë persona të cilët nuk plotësojnë kriteret e neni 6 ligjit vettingut. Shohim që është një dorë, po të kemi parasysh me ligjin numër 35, është e njëjta dorë që ka vënë këta persona. Duke vënë njerëz jo kompetent, të cilët nuk njohin ligjin, ti ke sjell pasojën e rëndë. Duhet kemi parasysh pasojë e rëndë, ç'a kemi? Kemi atë që thot kryetari i gjykatës lartë, do flasim me prova dhe thënie konkrete. Thotë që në vetting janë ndjekur standarde dyfishe. Por kjo është një akuzë shumë e rëndë. Pra të heqësh një, dhe të marrësh një tjetër me të njëjtin standard, kjo është vepër penale. Këto raste duhet të dokumentohen. Madje theksoj, KPK-ja ka zhdukur dhe vendimet që janë online, janë zhdukur gjithë. Është mbyllur faqja se e klikova pak, domethënë kur e klikosh KPK pikal, që është faqja e Komisionit Pavarur Kualifikimi shkallë e parë e vettingut që kalon prokurorët gjyqtarët, nuk aksesohet fare. Se ka ndodhur kjo? Me njëherë që mas tyne deklarimit kryetarit gjykatës lartë, që tha janë standarde dyfishe dhe ata kanë frikë të jenë për publikun që të verifikohen këto standarde dyfishe. Sepse standardi dyfishe është vepër penale, ti shkartrosh tjetrit karrierën, ta heqësh njërin, sepse kjo mban dhe erë korrupsion. Pa pse i kalove këto të dy, domethënë janë të dy njësoj, njëri i knej, njëri i çove në shtëpi, tjetri në ande. Dhe heqja, zhdukja, e pash sot mbjes te gazeta Telegraf dhe më bëri përshtypje, ishte një shkrim. Tha, janë zhdukur. Si mund t'i heqësh ti? Të heqësh aksesin e publikut. Aty të rinë t'i shohin njerëzit dhe vjen fiks mas deklarimit të kryetarit gjykatës lartë që vettingu ka marrë standarde dyfishe. Dhe kjo është shumë e rëndë. Procesin e Veliajt cënohet apo jo? Neve diskutuam dhe tham, kemi rregulla loje për gjithë. Ky është rregull loje. Ka karton të verdh, ka karton të kuq, këtë do ta shqyrtoj gjykata. Kemi dhe nenin 66 ligje, do të vlerësohen. Janë kushtet për zgjedhshmërinë apo jo? Ta thash edhe herë. Pse është vënë ligji ka përcaktuar kriteret sata se si mund të jesh gjyqtar dhe prokuror? I ka caktuar që të vesh njerëzit që plotësojnë kriteret që kanë dhe njohuritë e caktuara. Për shembull, po marrim motrën e Belinda Ballukut. Ajo është ngjecse në klasë. Shkolla ka qenë 4 vjet, ajo ka bërë 5. Del nuk të diploma se s'është fyrje. E ke nisë 96-ën, e ke marrë 2001-shin. Shkolla atëherë s'ka qenë sot që është 3+2. Po, është ka qenë 4 vjet vetëm. Ti del ku ke qenë? Po kishe 97-ën atëherë. Të del notat që si ke notat. Nuk njeh gjuhën e ujit dhe neni 6 është i saktë. Pa ti nuk kap mesataren. Pse është vonë kjo këtu? Ne do mesatari jon pak se 8 thotë, ë? Edhe s'ka problem. Edhe diçka kush ka qenë qëllimi? Jo, është kërkesë kjo. Jo më pak se 8, është kriter tek neni 6. Kush ka qenë qëllimi që këta që kanë me probleme, me mangësira, duhet shkojnë të pastronin prokuror dhe gjyqtarë të sistemit të vjetër. Mua më rezulton vetë rasti Olzdatës është Valbona Sanxhaktari që e ka kaluar, vetë rasti Gjokës është i njëjti
person që na del, pse po e përmend si emër, se dhe zoti Berisha në disa deklarata publike ka folur në media disa herë për pansinë e kësaj, pra për pansinë që është anshme. Po ti më prokuror, shiko pak diçka. Ti ke një antar të komisionit të pavarur të kualifikimit, se sa mbaroi detyrën e tij, shkoi u bë deputet i Partisë Socialiste. Edhe ai nuk i plotësonte kriteret, se s'ka mesatare shtat piktete. Që ai pa durim shkarkoi të gjithë që kishin probleme Partisë Socialiste dhe u bë deputet i Partisë Socialiste. Tani, ky është fakt, nuk është thashë them. Besoj që ti më kritikon mua, ky nuk është thashë them. Ky është fakt. U bë deputet, nuk duroi, nuk priti, ajo kishte motrën zëvendës kryeministë dhe shkarkonte ata tjetër duke i bërë presion. Në qoftë se ne bëmi Balbona Sanxhektari e morën në kryeministri aty e futi punën. Po, e falenderoj. Brunilda Bekteshi është futur spak. Po, është futur spak. Ajo që ishte njëra që ishte procedura për falsitet, edhe morën dhe futur spak. Se ky është rregulli. Ky është rregulli. Edhe thonë që flasim kohë, është fakt. Si duket njerëzit. Ne flasim me fakta, ata thonë që ky bën shërbim me Ramës. Si duket njerëzit më të aftë, cilët do duhet të bënin vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, morën pozicione të mira puna nga aftësia. Ta lexojmë kështu. Jo, aftësia se si të bëj gropën ndaj njëri tjetrit dhe në fund fare shkojnë edhe në fund fare. Kjo është një histori që mua më duket sa ka nisur, është një histori që më duket sa ka nisur dhe ndoshta zonja Irena Gjoka dhe zoti Olsi Dado, për mendimin tim, në rast se janë të vërteta dhe arrin në një përfundim KLP-ja dhe KLG-ja duhet të shkarkohen dhe në shkarkimin e këtyre të dyve bie reforma në padrejtësi në Republikën e Shqipërisë. Kështu e cilëson ti zhllima, ndërkohë që të tjera janë edhe mendimet e të tjerëve.